Ati erdhëm në minutazhin e fundit dhe tema është pak a shumë e prekem edhe në pak minuta më parë, po doja t'i bëjmë pyetje zotit Prensi. Ore, bëj një pyetje, se dëgjova gjithë analizën të dhe për rastin e Peshkëpisë dhe për gjitha rast. Thonë, badi një qëndrim për Belerin e për këto që e kem bade erë tjera në këtë studio dhe e koren në këtë pikë, por një që s'kuptoj. Bas zgjedhjeve do bëni koalicion me doktorin? Doktor Berishën? Njëre para do të presim rezultatin. Mi pa, bas zgjedhjeve po thëmë. Do të presim rezultatin. Pa, do jeni forcë e parë dhe në përputhje me rezultatin, do të bëjmë aliancën. Do të kërkojmë, do të bëjmë alianca pa tjetër dhe do të kërkojmë implementimin e pjesëve të programit tonë, si partia e vetme që ka një program të publikuar një vit më parë. Basha ka thënë që s'bëj koalicion me doktorën. Të certifikuar. Pje e le të hapur. Ti nuk e preja të certifikuar. Që tani krijova një fraksion me doktorën. Unë nuk e kam dëgjuar këtë që thoni ju. Po, ka deklaruar. E ka thënë këtu unë ka qenë Elida Bozhegu, Andura Labani. Pikërisht tek ju, biles tek ju ka se unë jam më i keq nga ata. Ka këmbgulur që unë ka thënë do të kërkoj implementimin e programit të koalicionit Euro-Atlantik që e ka publikuar vitin më parë. Do të dish koalicioni Euro-Atlantik do të dish, ja vetëm një sekondë po. Do të dish akuzën që ju bëhet juve. Edhe juve dhe zotit Sheaj. Jeni dy partitë të djathta, që hani djathta, zvota, soptoni, ky është, po themi, kjo është filozofia që ju sulmon. Filozofia juaj Sali Berisha, unë, se më tartme në Shqipërisë do të shikoj me mende Sali Berishte. Po ti thu të bëj koalicion me te, o zotrisë, kush e tha? Jo, u deklarova do të shikojmë peshën e partisë. Po bëni një pyetje të vështirë për të dhënë përgjigje, sepse të gjitha partitë e vogla, mbas zgjedhjeve, nëse futen në parlament, pra nëse kanë shansin të futen në parlament, mund të bëjnë koalicione si majta si djata, se nuk është se ka në një peshë që ndikojnë në politikën e këtij vendi. Po shkojnë majta sot djatas për të kapur në një ministri, apo për të bërë në një... Po sikur përfundoni ju parti e vogël? Apo e njëjta gjë do ndodh? Atë e shikojmë, se ne kemi 850.000 vota. Me qënë se e përcaktove, që ke pas 1 milion para ca vitesh, po si kemi pas asnjë 1 milion. Mos hes me iluzione. 850 kemi pasur. Edhe postulat nuk do t'ja. Sa kishën 2021-shin? Kemi pasur 780.000 vota. Sa? 735.000. A, më falë. Nuk din as tregusin e partisë tënde, pra, se ke ardhur duke u zvogluar. 735.000. Nga kemi ardhur duke u zvogluar? Ja, po ti maj menu. Tani, një sekund. Po pse, kur kemi pasur me ato që bleve dhe vodhe me fondet e bashkimit evropian. Kemi pasur 735.000 në 2021 plus 69.000 votat e pa vlefshme, ishin 800.000 vota. Po pse të pa vlefshme të janë tuat? Të PS-s, mo, të pa vlefshme të PS-s. Po ishin të pa vlefshme të PS-s. Se ishin me shenjë në PS-s, si, për këtë 12. Po, është mjerimi madh që votat e pavlefshme doni ti përvetsoni. Personale me mua se janë në jashtë studio, se do të po ull shumë nivelin e bisedës. Sa po vjen kështu që të kam përballë këto. Përkundrazi, edhe mua po vjen keq. Jam përballë me ju. Se unë kam qenë përballë me Itat dhe kam respekti maksimal për ta. Me kë? Me Itat. Po e quajtë familja i dutë e time? Jo, familja politike. Ti e quajtë familja i dutë e time dhe pas ke respekti. Këto pas ke respekti. Pas ke qenë përballë me timate, mund të kesh gjithë fundi duke i shërbyer, po pas ke qenë me familjen biologjike, atëherë mirim që je politik. Okej, spor përgjigje tani. Vërtet, po personalizoni. Se personalizova unë aje këtë personalizova. Sa e fillove bisedën e fillove me goditje në mbret, se personalizova. Mësot bësh politik, mos mësot sillesh keq për studion. Se do të kandidon dhe për deputet. Dëgjo. Dakor, atë një sekond. Jo, po ne po ta kthej përgjigje. Bo Pishman, po se gjyqe, bo Pishman që fole, mos bo Pishman që s'fole. Përgjigje. Dakor, pra të pyetën ti. Unë jam Shemsi Prenqi. Po. Unë bëj koalicion dhe aliancë vetëm me vetën. Vetëm me vetën. Sepse unë, ju më njihni prej vitesh, unë të zezës si thëmë dhe zezë dhe të bardhës të bardhë, ndaq me PS, ndaq me pedal. Unë nuk kompromentohem dhe nuk pajtohem me pjesën e zezë të partisë politike në kurrisë shqiptarëve. Oke. Mu thëtë edhe mund më zhbërë qefi që Zoti Basha ta mbushin mendjen për kandiduar, me thënë drejtë. Sepse je një nga kandidatët më të fort. Ku ju Zoti Basha, ke pjesa e bardhë o ke pjesa e zezë? Ne s'kemi pjesë të bardhë dhe të zezë. Vetëm të bardhë. Vetëm bardhë? Zoti Basha është ke pjesa e bardhë, më thëmë. Ti ke kaluar të ke bardha, të familja politike, se të zezën e keni mbrenda.
Prapë mua jo. Po pyetëm për zotin Basha, ku bën pjesë tash? Partia jote ka 2 pjesë. Ku bën pjesë zotin Basha? Zezën e keni brenda. Të bardhën e keni lanë. Doli nga oskurrizmi, doli në bardhësi. Mos u mërzit, kërkove, shiko, origjina e ironisë është nga Dibra, nga atje ku jam unë. O si jeni të gjithë njësoj. Po, tek tuk në një. Oke, ade Demalia, që ta ndërojmë pak se duat t'i ndaj këto kandidatët e rinj për deputet se... Mëse dhe aqëri nuk janë të shisë? Edhe aqëri nuk janë, se të janë mandat të tretë. Do t'jam një fjallë, jo, t'jenë mandat të tretë, po është një fjallë shumë bukur e urtë, shë edhimshme, është po da thëtë. Të të su që vdekja shumë e vjetër, po pra të që i afrohet të shere. Tani, se arë që kandidon për e gjeri, ore? Jo, mirë, në regullë. Që është kandidat gjeri? Mirë. Ke që një në listë sigur? Jo, s'kam qërë. Asje, gjithë po unë e ke marrë, dhe imaginoj se sa e ke djerësit mandatet. Pra, je gjithmonë një rritë duke qënë me një parti të fuqishme. Ate, dhe Maria, ore, pse i kundër ati që Spaku në moment sektuar ta cunat e Spaku, ta që janë, po themi, që i kanë bërë dhe shqiptarët vënde herë pas e edhe të ndërojnë. Një nga ta kam qenë dhe unë, ta një ndërojnë qikë më pak, po kam qenë një ndrimtarë spakistë. Pse këta për shumë një në sektuar me ndonë që nuk e kanë të imunitetin e ndeshpërisë dhe nuk bëjnë politikë, po bëjnë vetëm drejtësi. Pa ishe ti që the nga ato që dolin me vetingo në prokurorët në kjo vilja këti, kjo... Jo, ata dolin jashtë ata, Po pra dolin jashtë. Ta që janë brënda, nuk e di, nuk pjenë dhe brënda. Ta që janë mëreme dhe këtyne duhet bëjë një loj vetingo. Kupto, dhe ajo që unë shof, edhe që e pranove dhe të vetë, është që Spakun e pritën gjithë me i shpresë madhe. Dhe shpresa ta shikara për arsye se Spaku, unë besoj mënyrën se si po vepron, individ apo segmentet Spakut po vepron politikisht, dhe më thënë, në mënyrën se si po e zbatojnë drejtësin. Dhe, kur them politikisht, jo se më vje keq për ato që arrestojnë, por kur ti ke dhe proceset tjera dhe i trajton ndryshe... Ku janë të proceset e tjera? Procesi Berishës. Pse nuk hapet 11 janari? Pse nuk hapet Gërdeci? Pse nuk hapet ngjarja e... 21 janari, 11 janari. 21 janari, po. Pse nuk hapen këto që kanë bëjmë me vrasja? Ose kjo sot që thamë për pëshkpin. Pra, të gjitha këto ngjarjet kaq të rënda, Spaku i kalon. Mirja bo këtyne që i ka arresto. Po s'ku temu që njëzve... Berisha... Njëzve ka abaj tullës dhe nuk i plasë shumë. Ju jeni djetoristë. Si jam djetoristë, mos më të djetoristë... Se nuk hapet 2 prilli. Fyë për më the djetoristë. Se nuk hapet 2 prilli. Djetori ishte sigurimi shtetit dhe komiteti qendror. Jo, djetoristë në krahun tjetër. Pse nuk hapet... Jo, mos jam krahun tjetër. Pse se përmendet 2 prillin? Korrik më dha. Pse se përmendet 2 prillin? 2 prillin. Thuje, bravo. 2 prillin, po, edhe 2 prillin. Se aty fillon vrasjet politike. Po, edhe 2 prillin. Po, aty fillon vrasjet politike. Aty. Tetohet sepse nuk e dim nga është 2 prillin. është vrasja nga mrena o nga jashtë? është vrasja nga mrena apo nga jashtë? Kjo të dilka nga brenda, e po edhe një 21 janari ishte nga brenda. Po edhe atë gjykoje nga mrena nga jashtë. E ku është ai? Gjykoje pra. Ku është ai, komandanti i urdhrit? Si është nga brenda më? Ai i urdhrit. Nga jashtë nga brenda... Nga brenda Partitë Socialiste u vajnë 7 janari. Nga ishte. Po edhe 21 janari nga ishte. Edhe 21 janari. Po edhe 21 janari nga ishte. Dhe ku janë? Po krasoni 2 gjëra pa krasueshme me njëra tjetrën. Normal. Zoti fare. 2 prilli me 21 janari nuk krahasohen fare. 2 prill ishim një revolt popullore për përmbysje sistemi. Në 21 janar kishim një protest qytetare në një shoqëri demokratike. Qytetare protesta 21 janarit, protesta më e dhunshme në historinë 34 vjeçare. Është prapë qytetare. Dhe ti justifiko vrasjen? Është prapë qytetare. Ishin qytetarë ata atje, nuk ishin as punonjës policie, nuk ishin as njerëz të armatosur, nuk ishin qytetarë të parmatosur. I vuren preher, timplikuarit i vuren preher. Në preher. Ore zotëri. Se i kishe kolon të pesë. Me qadra ata atje. I kishe në preher. Ishin qytetarë me qadra ata që u vranë atje. Dhe u vranë nga armët e shtetit të provuara nga armët e shtetit. Hetoje qështjen. E provuar nga armët e shtetit. Hetoje qështjen i ke në preher. Që nuk jetojnë në qështje se është mbyllur. Zoti Plomi i ke në preher. Hape 20 herë i ke në preher. Hape 20 herë i ke në preher. I ke në preher. Hape. Hetoje 100 herë. 20 janarin të thuash vrasja nga shteti. Po, të shi qaj nga kolona e 5.
e partisë të pushtetë sot. I ka në prerë, pra ne nuk fletaj. Po jo më kolona 5. I ka në prerë, o frasi ka shteti urdhët janë dhonë ka kryeministri. Urdhët janë dhonë ka kryeministri, ty të kam ligju. Zhej, ka bërë një akuzë dhe unë do të asqari publikisht. Ka thënë, kam dëgju nga goja jote se me urdhët kryeministrit. Dëgjo, në shërbimet ushtarake, sidomos të gardës së Republikës, nuk ka veprime sporadike dhe të shkutora, ka veprime me komand nga zinxhiri komanduesi i Gardës Republikës. Nuk ka të drejtë me ligj, as kryeministri, as presidenti i Republikës, as ministri i Brendshëm, të japë urdhër për të hapur zjarr, sepse ligji parashikon kur në dukje përballë policisë ose Gardës së Republikës ka turma, gra, pleq, fëmijë, nuk lejohet përdorimi i armës. Dhe po t'jap me përgjegjësi të plot. Se forcat e policisë, zoti Demali. Serverat kush i zhdukun? Një sekond. Serverat kush i zhdukun? Ta çoj deri në fund. Po jo më serverat kush i zhdukun? Dhe po të them une. Dëgjoj, ke një raport të ICITAP-it dhe të PAMEK-ës, e cila e vlerëson në mënyrë perfekte sjelljen e policisë, sepse policia nuk ka disponuar qoftë edhe një armë të vetme me datë 21 janar. Garda, po. Dakor për garda. Zotri. Garda. Zotri. Por kush i zhdukën serverat e kryeministrisë nga garda? Hetoe. Dhe e di kush ka hinë burg për këtë problem. Dhe pse është krijuar dhe ku ka vajtur. Dhe unë nuk ja thash se është në prerin e zotit Tumi. Se kam të këtë drejt morale. Është në prerin e partisë në pushtet. I veshur me pushtet. Po tani i dim gjithë i kemi thënë. Grupi i zjarrit janë me detyra në shtet. Janë shpërblyer nga piramida e shtetit. Domethënë grupi i zjarrit ka dhënë urdhën e shpërblyer. E di tjetër kush ja ka dhënë. Jo, për çfarë është shpërblyer? Jo si janë shpërblyer. Vendosur në poste të rëndësishme. Por nuk po them si, për çfarë? Për meritat veçanta dhe bashkëpunim. Për bashkëpunim. Okej, zoti Pumi, si zbardheni, ta zbardhi kushdo prokuror. Ta mbaroj pa një sekondë kush i prish. Ai hodhe sfidën logjika. Dëgjore pikën që dëgjoj. Pret si ka ca rregulla tani. Ai hodhe sfidën. Dëgjore pikën. Sikur zoti Berisha të kishte qoftë edhe një indicje sado të vogël që një nga ata të grupit të zjarrit punonte për ne, e di çfarë do kishte bërë. Se ka patur, po doli më vonë. Po, doli e nxorët ju më vonë. Po? Mos harrojmë se çfarë qëndrimi mbajti ndaj prokurores, çfarë qëndrimi mbajti ndaj presidentit të Republikës, çfarë qëndrimi mbajti ndaj urdhrave të prokurorisë dhe zhdukjen e serverave. Të gjitha këtu, nuk besoj se i bëri se bashkëpunonte me ne apo. Policin në Tiranës edhe ata kush e vrau? Kë? Që vajte pastaj ta qaje. Policin në Tiranës. Cilin polic? Atë policin që e vran. Dhe i hodhët armën për ta inkriminuar. Cilin polic? Atë policin që... që ndaloja të djaloshim në kohë pandemie. Tash i theq parti mos nga tro kekun me byrekun, po më duke po i nga tron ti tash i kekun me byrekun. E vrau polici, është dënuar, është në burg. Pile e bërë byrekun shumë. Po ta bëj, pa, e kupton pra. Po flasim për 21 janarin këtu, e kupton? Po për 21 janarin, pra po them. Mos kalon nga dega në degën. Mjeshtrat që din të vrasin janë në prerin tuaj. Gjithsesi, moralisht nëse do të flisim në aspektin moral dhe të impaktit, të vësh grupin e zjarrit, japësh pushtet apo format të pushtetit në elektorat ndikon negativisht. Jemi dakord? Në zonën e tyre s'kan ndikuar, kanë votuar. Atëherë duhet shkohet më tutje, i bie që këta njerëz t'i kenë proshutat para syve dhe ndjenjën e etikës dhe moralit qytetar dhe asaj që është mbështetja. Nuk janë të dënuar për asgjë, nuk janë të inkriminuar për asgjë, nuk janë akuzuar për asgjë. Politika duhet të jetë element morali brenda në aspektin e tij, nuk kishte nevojë pse të vendosin këto. Ka njerëz plot shumë me integritet të pakët pa përfolur. Nuk kishte nevojë mund ishte shumë më pastër me njerëz të tjerë. Që mos kishte cep për të mos vi sot këtë pikë. Zhej, po flasim për një dosje e cila është në hetim. Kjo e 21 janar. Kështu që duhet të shikojmë edhe kush do të jetë pozicioni. A ka gjë deri në një më baj, do dalë një gjë? Jo. Ne, zoti Bashëm, do të shikojmë që do të shkojmë në prokurori, do të thirret për të dëshmuar për 21 janarin. Sekundër janë thirrë dhe shumë personazhe të tjerë të hetuar më parë, të gjykuar më parë. Zoti Basha ka lidhje me gardën apo ka lidhje me policinë? Jo, zoti Basha në atë kohë ka qenë në taracën e kryeministrisë, ka qenë pas gardën në ngarkim. Kush e ministri Mrenxhe me ka gardën? Po them, ka ministri pas ka qenë garda Lulit.
Po nga kush e merr urdhrin? Garda është nga presidenti. Jo, Garda është... Garda Republikës është në Ministrinë e Brendshme. Është Ministrisë Brendshme. Kështu që ne po Kush e ka flasim... dhënë urdhrin? Se di. Tash jo Ministri i Brendshëm. Tani për këtë është Uri Unë e shpjegova që fillim. Zinxhiri komanduesi një strukture ushtarake dhe policore nuk merr urdhër nga drejtuesi politik. Çdo ushtarak që mundohet të justifikohet se më ka dhënë urdhër presidenti, kryeministri apo ministri, ai fshet të vërtetën. Dakor. Hiku ajo, po unë ta shpjegova unë. Ta marrë pak Anduena, zoti Preci, se... Jo, kisha një pyetje për Demarlian. Demarlian foli për prokurorët e Spakut. Sa prej prokurorëve të Spakut njeh Demarlian? Si? Sa prej tyre njeh? I njeh. I njeh. Sepse jo mos njeh asnjërin prej tyre. Edhe një dyshim të arsyeshëm që thua disa prej tyre bëjnë dosje politike. Si? Ti e di që një prokuror i Spakut në mbarimin e mandatit do të kthehet në Kukës, Tropoj, Has, atje ku ka qenë. Si të gjitha ata që shërbejnë shtetit shqiptar. Sepse, jo, dhe kjo mund t'japi atë derin që thotë se zhjeri për lidhje me politika. Si ai që bën ministrin e Brendshëm dhe kthehet atje. Nuk është e drejtë. Si prokurori, prokurorët e krimeve të rënda ku janë? I ke dhënë termin special. Prokurorët e krimeve të rënda deri dje ku janë? Me mandat të kufizuar. Ata bëjnë në shtetit ose bëjnë personale. Por, çfarë ka bërë? Nuk ka mbrojtje për jetën. Jam dakord, e di ku të dalit. Nëse dikush ka frikë ta bëjë detyrë ta lërë mos e bëje. Ky këtu mbaroje sape, s'është prokuror. Qëse ke frikë mos i hyj zotëri punës. Si? Nuk po flet për frikë, nuk po flet për frikën. Nuk po flet për frikë, po flas për alternativë. Jo se the e di ku do të shkoj. Jo, e di ku do të shkoj që do të thotë do ikë nga Tirana dhe do kthehet në Kukës, po tani do më i shërby. Unë madhe këtë dhe drejtësisë dhe vlerave kushtetuese. Ka një alternativë që unë thash fillim. A do të thonë që ti po bën këto veprime politike se mendon që do të rrish në Tiranë. Nga gjitha, po jam ti ke një arsye që thuket e di ku do të shkoj. Shkojmë atje ku shërbej. Të bëra një pyetje shumë. Biles duhet dhe rotacioni në këtë drejtim, nëse duam të kemi një sistem të pastër, rotacioni për sa i përket prokurorëve duhet jetë në vazhdimsi. Spakut në Kukës. Ka një problem, nëse duam ta shikojmë, drejtsinë e re, me një perspektivë duhet që vullneti politik, pavarësisht se kush e bën, do ishte në të mirën e Shqipërisë dhe të drejtësisë re që të ketë një alternativë që prokurorët e Spakut nesër t'jenë drejtuesit e prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm, ose prokuror apeli, ose gjykatës, që mos flaken. Nuk është qëllimi i emisionit. Shkojnë në rritje, sepse përmirësojnë edhe sistemin, sepse kanë krijuar një eksperiencë pozitive në hetimin proaktiv dhe në efekt special. Okej, falenderoj që shpjegoj. Ka vetëm 2 minuta. Minutën e parë po ta jap ty. Pse vendoset kandidosh në Tiranë për deputet? Ta tregoj unë me 2 fjalë. Jo, me 2 fjalë. Se pastaj mbyll me zotin. 2 fjalë. Okej. E para, oferta më erdhi nga Koalicioni Euroatlantik dhe e vetmja parti politike që ma ofroi këtë ofertë. Okej. Dhe pasi kisha studiuar një prononcim partive politike, kryesisht 2 partive të mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, duke qenë se unë kisha punuar në gjithë Shqipërinë dhe sipas mendjes time gëzoj një farë reputacioni dhe respekti, dhe duke qenë se Tirana është me përbërje heterogjene ku 1/5 e popullsisë është nga komuniteti Dibran, pash se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në listat e mbyllura nuk ka futur asnjë kandidat nga Dibra. Mendova t'jem një ofertë për komunitetin Dibran, për t'i kërkuar votën të djathëve dhe të majteve, që t'jem unë përfaqësuesi tyre, sepse 2 partitë e mëdha i duan Dibranët për t'u dhënë vota për të quar kushrit e kryetarëve në parlament, po jo për t'u përfaqësuar Dibranët me Dibranët. Faleminderit. Ate, zoti Pullundi, edhe i pyetje për ta mbyllur emisionin me ju. Pse po themi Karone për deputet për herë të tretë, apo? Dhe pse nuk pretenduat për listat e hapura dhe cila është fryma, do të thënë, që ju keni kaq eksperiencë politike gjatë, i figurë e njohur kryetar komisionesh, ke një volum politik shumë të madh, ke edhe një legacy pa një lidhje familjare politike me Partinë Socialiste. Mund të pretendoni, po themi, kushte më komode, më të sigurta. Pse vendos? Në qoftë se do ta gjykojmë në një aspekt personal, mund të mendojmë edhe kështu, po
Po? Në rrasë se pastaj unë përfaqësoj realisht dhe falenderoj për gjithë për mbledhjen që i bërë aktivitetit tim. Ere, për mua e rëndësishme, ajo që është primare që të fitoj për socialiste në këto zgjedhje. Besoj që jam një kontributorët në këto 8 vjetë që kam ndihmuar në fitoren e forcës politike dhe vazhdoj të ndihmoj edhe në fitoren e 11 majit. Kodi zgjedhor ishte i tillë dhe them të drejtën, realisht preferoj më shumë të jem në listë të hapur për të parë mbas 8 vjetësh karrierë politike, aktiviteti politik, të shikoj se cila është mbështetja që kam në elektorat, qoftë edhe personalisht për punën që kam bërë deri më sot. Ndihem komod në këtë pozicion, pra të listës së hapur. Në fund fare, edhe në rast se nuk do të më besojnë edhe nuk do të arritje në parlament, nuk është fundi botës, nuk do të thotë që lindë edhe duhet zdesër se zbën politik, mund të bësh edhe punë të tjera. Unë nuk jam me mentalitetin që me që fitove një eksperiencë të madhe në këtë fush, nuk di të bësh gjërat të tjera diku tjetër. Faleminderit zoti Pullumë që ishe në 364, faleminderit Maria. Çka kishe? Tha një gjë që shumë nga këto që janë deputet për kaq kohë nuk e thonë, tha nuk është fundi botës qoftë se s'bëhem deputet. Unë shumë e sinqert, atëherë çfarë i shtyn këta që e shohin si fundin e botës mos bëhen deputet? Është ajo pra që s'kanë bëu punë tjetër në jetë dhe nuk janë të aftë dhe duan të vjedhin nëpërmjet politikës. Faleminderit zë Buzhiku, faleminderit Prenç, faleminderit Anduela. Kjo është 364 edhe për sot. Dolën sa fjalë, kaluan sa fjalë që s'u kisha qef, ora ka studio që kanë qef që të ketë sherr, ketë gjytje me shishe kështu, unë nuk më pëlqen këto sepse jemi për të nxjerr, për të ndarë lëvozhgën nga thelbi dhe jo për të përzierë lëvozhgën me gjithë thelb. Nga unë artë u zhejnë atë mirë.